Fakti është të paktën pas këtyre dy rasteve, qoftë pas Metës dhe Beshet, është thënë nga gjykata që nuk ka kapacitetin e mjaftueshëm, por ju referuar grupeve kriminale, jo për rastet konkrete, pasi nuk ka persona numër punonjësish për të siguruar mbajvajtjen edhe sigurinë e këtyre personazheve dhe kjo është arsyeja. Në rastin e Beshës, fakti që ju pranua kërkesa për të mos qëndruar në kafaz, është për faktin që është pa mas sigurimi për njërin proces, pavarësisht se është hetim me mas për procesin tjetër. Ajo ishte një teknikalitet ligjor që avukatët përdorën, por debati ama që në fakt, edhe po t'i referohen praktikave të Strasburgut janë të ndarë. Disa vendime që mund të krahasohen me të gjykatën e drejtave të njerëzit e parashikojnë në mbajtjen në kafaz, disa të tjera në krah të avokatit. Por kjo tashmë i përket gjykatës së gjyqtarit të çështjes për ta vendosur. Fation, një tjetër çështje që kanë ngritur Meta, mos gaboj, edhe Velia ka qenë ajo e transmetimeve live të seancave. Spaku, Pazoi Dumani, në procesin e Velia të përgjigj që një transmetim live i seancave do të intimidonte dëshmitarët e akuzës. Si jeni ju në këtë debat? Si e shikoni? Ne se gazetarët kemi qef transparencën, ka pasur opinione që tonë që këto seancat live maksimumi zhveshin të pandehurit, pra nxjerrin zbuluar në argumentet e tyre për të mbrojtur, por në prokuroria ka thënë kundër, ka thënë që janë dëshmitarët tanë, pra të akuzës, cilët mund të intimidohen nga transmetimet live. Ju si mendoni që si pozicioni juaj të debat? Ne të gjithë që po diskutojmë për disa figura publike të cilët kanë mbajtur poste të tilla, duke filluar që nga presidenti i Republikës, kryeministri, kryetari i bashkisë, ministrat ndryshëm. Unë mendoj që është krejt normale që komunikimi të live, publiku ka nevojë për transparencë, media ka nevojë për transparencë dhe nuk do të intimidojë gjatë kësaj kohe që ti mund të mbash, po themi, argumentet e tua, do të intimidojë dëshmitarët. Sepse ti mund ta ndërpresësh fjalën nëse ka gjëra apo jo, sepse ti e kontrollon. Mund të ketë çështje të klasifikuara. Në momentin që ka çështje të klasifikuara, mund ta bësh me dyert të mbyllura. Por seanca në përgjithësi duhet të jetë me dyert të hapura, sepse ne kemi raste ku për shembull supozojmë se njëri nga personazhet mund të fitojë pafajësinë dhe mund të rikthehet prapë jetës publike. Çfarë duhet të themi? Marrim rastin e Nanos. U dënua, fitoi pafajësi, u kthy prapë u bë kryeministri i vendit. Kede raste të tjera më konkrete, për shembull, jo më larg se sotër, Roven Zeka, një oficer i shefi rrugores, i cili me thënë të drejtën u degenerua publikisht. Te ta përdorin këtë shprehje. U degenerua publikisht, u shkarkua, u duk. Bile unë kur pyeta për sa çka ka bërë, domethënë për ça bëhet fjalë. 2 mijë 4 burra. I bie 2 mijë edhe 3 burra, se ishte, 3 burra, ishte edhe një grua tjetër që kishte thonë. Mirë, ky vet sot u shpall i pafajshëm. Para një muaji Myzyri, zoti Myzyri, ish kreu i KPP-s, i prokurimeve, i cili gjithashtu u masakrua në publik, u bë meme etj, me stadioni ka se edhe traumë personale dhe familjare, edhe ai befas na doli pak sikur nuk ishte bërë asnjë gjë. Pra kjo ideja që ti merr dhe ja bën gjyqin publik, se di pasaj nëse ndihmon ky dalja në televizor këtyre seancave publike apo jo, pse di. Në herë më duket për Veliajn, për Metën, cilët kanë dhe temi statura të tjera, përdorin argumenta politik, njohin temi debatin publik dhe televiziv, mund ta kthejnë dhe në favor. Po këtë për një person tjetër që nuk është këtyre niveleve, mund t'i kthejë dhe në bumerang, në autogol. Shko, argumentet dhe kundërargumentet, mënyra e mbrojtjes personit në raport me akuzat, patjetër është një drejtë e cila pse të mos jetë një gjë që të jetë për publikun. Në fundit akuzohet dhe akuzat sigurisht vinë nga mbi bazën e provave që ka prokuroria dhe ato që po gjykon gjykata. Dhe jepet e drejtë atij për të mbrojtur. Mbrojtja duhet të jetë, pse jo, publike. Nuk ka asnjë të keqe për nga mbrojtja publike të këtyre personave apo të këtyre personazheve të cilët kanë drejtuar. Është më mirë që qytetari të dëgjojë realisht çfarë ka ndodhur, sepse në fundit ky është edhe efekti publik i ballafaqimit të akuzave dhe kundër akuzave.
Kështu që unë mendoj që hapja dhe dhënia e transmetimeve të tilla pse të mos jetë. Në rast se ka gjëra të cilët mund të jenë seanca veçanta, patjetër mund të jetë dhe vendosi ndërpritet dhe vazhdoj paparninë dhe mund të vazhdoj paparninë e mediave. Dakor, për ne se media do të ishte lajm pozitiv, unë mirë të shoh një seancë gjyqësore sa të shoh seancat e shpifra të kuvendit, por për mua nuk ka asnjë gjë të jashtëzakonshme, për aq kohë sa Kodi i Procedurës Penale thotë që përveç se në 2 raste kur i pandeuri është i mitur ose kur ka çështje të sigurisë kombëtare, gjithë të tjerat seancat gjyqësore janë publike, janë të aksesueshme për publikun, mjafton që media apo aktorë të tjerë të cilët ndodhen në sallën e gjykimit mos jenë, le të themi, pengues për dhënien e drejtësisë. Dhe këtu nuk ka asnjë gjë të keqe. Nëse do të shikojmë edhe standardin e vendosur nga gjykata kushtetuese, të gjitha seancat janë publike dhe për aq kohë sa gjykata kushtetuese vendos. Kur thuhet publike, çdo kush mund të shkojë në atë seancë? Çdo kush mund të shkojë në atë seancë, kushdo që do të respektojë rregullat procedurale të gjykimit. Pra nuk do të ketë celular me vete, do të mbaj rregullin dhe qetësinë aty. Pra çdo kush që respekton solemnitetin e gjykatës. Pra le të themi unë se dua të shkoj shoh gjyqin e Ilirmezës, mund të shkoj? Patjetër që po. Shohë si qytetar, po. Do hysh aty, do kontrollohesh, do t'i lësh sendet personale në përirë të së vërtetës dhe gjej rastin për të përshëndetur punonjësit e sigurisë të gjykatës posaçme, i cili është një institucion model për sigurinë, model europian, dhe këtë mund ta them me bindje të plotë, për sigurinë që i krijojnë jo vetëm gjykatës dhe prokurorëve dhe mbrojtësve, për aq sa kanë dorë, por edhe të gjithë qytetarëve. Pra, seancat publike janë, le të themi, një mbrojtje më e madhe për të pandeurin. Madje Fationi e ceku shumë mirë që ndonjëherë të pandeuri dhe ju po ashtu, që ndonjëherë të pandeuri kërkojnë që të mos jenë publike sepse delegitimojnë mbrojtjen e tyre. Por kur të pandeurit e kërkojnë, unë nuk shikoj asnjë arsye që nga publiciteti u intimidokan dëshmimtarët e organit të akuzës. Jo vetëm është gjithë ajo ideja për shkak kur janë njerëz cilët e njohin debatin publik dhe din ta përdorin në thojza, një prokuror mund thotë edhe ta manipulojnë opinionin publik me mënyrën se si ata flasin pasi janë njerëz artikuluar. Kujtoj për shembull zoti Veliaj kur doli në seancën e gjykatës kushtetuese, sigurisht u rikthye Erioni që ne njohim që ka në artikulimin e tij publik natyrshëm, publik dhe mediatik. Dhe sigurisht kjo i krijon Erionit sipas prokurorit, mendoj unë, një favorizim, pasi prokurori vetë ndoshta nuk është artikuluar dhe s'ka si të jetë, është artikuluar sa një figurë publike si Erion Veliaj. Çfarë do t'i bëjmë, t'ja heqim artikulimin zoti Veliaj që ta çojmë të barabartë përpara prokurorit? Jo, po është shtresë pyetje. Pra, në këto momente ndjet prokurori, mund ndjet prokurori që i favorizuar le të themi? Jo. Unë besoj që një prokuror i cili ka pranuar që të marrë një pagë prej 630.000 lekë shtëri, që është gati 7.000 euro, që është gati 7 fishi i pagës së një... që është gati 7 fishi i pagës së një mjeku, besoj që duhet jetë në lartësinë e situatës për të përballuar edhe debatin publik. Dhe zoti Brau me të drejtë tek dizavantazhet e veta dhe ishte shumë i sinqert, tha që nuk ishim mësuar me këtë lloj vëmendje ndaj prokurorisë posaçme. Dhe prokurorët e prokurorisë posaçme, pse jo, le të kenë edhe një lloj trajnimi një në muaj, një në 2 javë, le ta vendosin ata vetë për daljen publike. Kjo nuk do të thotë, pra zoti Dumani ishte në lartësinë e situatës, besoj që edhe zoti Brau, pavarësisht kohës së shkurtër që ka, që është në cilësinë e drejtuesit, do të jetë në lartësinë e situatës për të përballuar sfidat, jo vetëm përballë avokatëve në sallën e gjyqit, por edhe përballë opinionit publik. Tu s'ka asnjë gjë të keqe. Megjithatë, jam ndoshta dhe i kemi edhe pamjet e Ilir Metës dje, në ato pak sekonda të seancës së djeshme ndaj Ilir Metës që u zhvilluan me dyre të hapura et leva, sigurisht pamjet ishin shokuese. Për Metën duhet të themi edhe faktin që mbahet te 313-a. Nuk mund ta kalojmë, domethënë se ndryshe nga shumë të tjerë që janë dërguar në Durrës ose në Fier, le të themi, ai mbahet izoluar në një prej burgjeve më të vështira, siç është 313-a. Pavarësisht gjithë të tjerave. Pas kishte një mundësi që ta çonin atje, edhe pas tyre transferimeve të fundit nuk ndodhi, vazhdon të jetë aty.
Por faktikisht pamja ishte ndryshe, shumë ndryshe nga që ishte parë për herë të fundit. Ai nuk ka qenë ndonjëherë fotomodel. Po jo, duke që është i rënduar... Për fytyrimi është i dukshëm dhe kjo sigurisht ka rënë rihap debatin e paraburgimeve. Ta tash, duke të në italianë a prescindere, duke ikur nga emri Ilir Metës, dhe duke ikur nga emri Erion Velia, duke ikur nga emri i Ilir Beqës, dhe gjithë tjerëve me radhë. Që sa do artikulim të kenë ata nuk janë të njëjtat kushte që kanë qenë. Pra nuk është në funksion dhe janë në funksione që do të flasi për ato gjërat që bën për ditë. Është në kushte që duhet të mbrojë përpara akuzave, duhet të mbrojë veten.